12 çmime u ndan në turneun Shkodra Event Sport 2022. E 6 prej tyre i fitoi shkolla e futbollit Pro Prishtina. Në mesin e 50 shkollave që marrin pjesë në garën e organizuar nga shoqata rajonale e futbollit shkodran, gjenerata U9 e Pro Prishtina u shpall si ekipi me lojën më të mirë. Nga e njëjta gjenerat, futbollisti Erdi Sopjani fitoi çmimin e lojtarit më të mirë nga 1000 lojtarë që ishin pjesëmarrës në Shkodra Event Sport. Unë jam ndjek shumë mirë, ka pas shumë talenta, shumë familje, prej atyve talentave jam zgjedh unë më i miri. Sukses arriti edhe gjenerata U13 e Pro Prishtina që fitoi titullin kampion. Për këtë arritje, me meritorët ishin Edvin Maksuti dhe Leon Hyseni, që fituan edhe çmime individuale. I pari u zgjodh si mesfushori më i mirë, ndërsa i dyti sulmuesi më i dalluar në turne. Unë jam shumë i lumtur se turneja ka pas shumë mesfushor prej shteteve tjera me kualitet edhe unë jam kanë njëri prej tyre. Ndina shumë mirë i lumtur në mesin e 1000 nxënësve që jam zgjedhur sulmuesi më i mirë. Jo vetëm grup moshat U9 dhe U13 fituan çmim. Futbollistët e Pro Prishtina deri në moshën 11 vjeçare e rrëmbyen çmimin si ekipi më i mirë. E këtyre sukseseve ju gëzua fort trajneri i shkollës së futbollit. Prezentohesh në një event me pjesëmarrje prej disa shteteve dhe fiton gjithë ato çmime edhe individuale edhe si ekip. Pastaj jemi shpërblim me 2 gjenerata si shkolla me lojën më të mirë, normal që ndihesh krenar. Kjo është hera e 5 me radhë që organizohet turneu rajonal i shkollave të futbollit për grup mosha të reja Shkodra Event Sport.